Ka një deadline që ka vendosur Partia Socialiste nëse opozita nuk i bashkohet, nëse nuk vini edhe të hënën, të martën, do të kërkojmë ndryshime. Se kanë seriozisht. Shiko, ajo s'ka fare vlerë, sepse... Kush? Cila ishte pjesa që s'ka vlerë? S'ka vlerë sepse a ke vullnet politik ta bësh gjithë përfshirëse, apo ke vullnet politik që unë kam vota dhe ti po deshe hajde? Ju, pse nuk shkoni? Sepse vullneti tyre politik është që ne kemi vota dhe po doni hajdeni. Po ju pse nuk shkoni? Ju keni vullnet për ta ndryshuar reformën territoriale? Kur të ketë vullnet për të gjithë palët në shërbim të qytetarit, për të marrë shërbimet bashkiake, pra një reformë territoriale e vlefshme për shërbimet ndaj qytetarit dhe jo e vlefshme për shërbimet elektorale të siglave të partisë, pa tjetër. Zotë Xhaferi, ju jeni forca e dytë më e madhe në vend. Keni ju për reformën territoriale një projekt të Partisë Demokratike që e ndash... E kemi propozuar edhe Partisë Socialiste prej kohësh, do ja propozojmë dhe publikut. Po pse nuk ja propozoni publikut? Që ta bëni të qartë në detaje që qytetarët ta dinë. Ky është projekti që Partia Demokratike ka për reformën territoriale në detaje. Sepse duam alibi në detaje propozimet janë bërë ndër vite. Nga thelia e Partisë Demokratike. Çdo ditë duke thënë ky është projekti jon për reformën territoriale. Po Pranvera nuk e kuptonë Pranvera. Ta duan alibin e radhës pse do humbin zgjedhjet dhe prandaj nuk shkojnë. O Fredo, shiko, është ora 10 e Dhe ti kërkon alibin e radhës se si do t'i vjedhësh zgjedhjet me reformë territoriale në mënyrë të njanshme. Jo, ne nuk në arrimeni aty, ju i keni meni me të për të vjedhur, dhe jeni kapur duke vjedhur. Besimi qytetarë shumë jeni kapur duke vjedhur. Tani, nuk është më diskurs ka kaluar as propagandë. Ai qytetar që po në ndjek pak të mos shofi batuta të nivelit zhë. Tani të flasim pak... Që nivelli batuta të nivelit zhë? Mirë, ngelemi të thelbi të territoriale, atë lutem se nuk duaj që të devijoj. Po pra, thelbi është i tillë. Ne kemi propozuar këtë më parë, është diku te numri 94 bashki. Është për të riparë se Shqipëria është populluar. Ka fshatra që janë shpopulluar. Ka një historik sot që shumë ish komuna nuk marrin më shërbim bashkiak. Ka shumë probleme. Certifikata, pastrime më të plerave, shkoj njërë në bregdet, shikojmë. Këto bashkit që kanë një bregdet zgjeruar, nuk pastrojnë plerat. Minimalisht. Kjo është formë organizime. Po për këtë po flasim pra. Për këtë po flasim. Mos të bëjt. Jo, nuk bëjt, sepse njësisë administrative si e pas i fond, a i se frynë stafin në qëndër. Elektoral, për sëri. Pra, të lutem, këto janë shumë të rëndësishme. Kosova, do të mësojmë nga Kosova. Kosova ka i menaxhim territorial fenomenal. Dhe mbledhje taksash dhe menaxhim territorial fenomenal, sepse nuk e kanë bërë për çështje elektorale. Ndarje. Po pra, tani ne e kemi pasi propozim, ne do bëjmë tryezë më të gjerë, nuk kanë gut me kalu këtë reformë. Afati është korrik.